Të nderuar teleshikues mirë mbrëma. Histori sportive sonte është përqendruar tek familja sportive Tufi. Kur themi familja sportive Tufi, kemi parasysh shumë emra të spikatur, por ndërto natyrisht që Artenca Tufi dhe Vildan Tufi janë ato që kanë bërë emër, kanë bërë jehon, kanë lënë gjurmë në sportin shkodran, atë kombëtar dhe me gjërë. Do të ndalemi sonte me Artenca Tufin. Mirë erdhe Artenca. Mirë gjeta, që kënaqësi ftesa juaj. Ma tepër që të kujtojmë një të kalume edhe të familjes teme, sepse të kesh në një familje me 6 fëmijë, të plotësosh kushtet, sidomos për me u marrë me sport në atë kohë, ka dash sakrifica, e këto ja dedikoj prindëve të mi në atë parë, e sidomos nanës që sakrifikoj shumë manaj, kur edhe baba nala, edhe nana që e gatshme për me nana i mu, me çdo sakrificë që na me vazhdu rrugën edhe të sportit, edhe të jetës. Pra, si se thamë në hapit e emisionit, jemi me Artenca Tufin, e cila në fakt përfaqëson dy sporte. E ka nisur me atletiken, aty ku edhe i vëllai i saj, i madhi, i minjori, Vildan Tufi, ka bërë emër shumë, duke lënë pas një karrierë të jashtëzakonshme, por Artenca pas 2-3 vitesh me atletikin, ku u shpall kampione, fitoi edhe medalje, theu rekord kombëtar, kaloi tek basketbolli, nuk e dim që kush u bë shkak, po do ta mësojmë në bisedë me Artencën dhe me pas karrierës së saj sportive, vjoi në sportin e basketbollit, aty ku la shumë gjurmë si kapitene e vllaznisë, si kapitene e kombëtares, pjesëmarrëse në shumë vrebtari evropiane, dhe kur themi Artenca Tufi, brezi i sotëm, që është në kontakt me vetë Artencën, ka parasysh artizanin e talentuar, mjeshtën e spikatur, pikërisht Artenca Tufit që si artizane është e spikatur dhe si kryetare e shoqatës të zetarisë, sidomos për femrat, ku me duart e saj të arta ka fituar çmime lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Po do ta ndërtojmë këtë emision edhe për familjen sportive Tufi, edhe për karrierën sportive në atletik, në basketbol, por dhe artizanati ka pjesën e vetë pa diskutueshme, apo jo, Artenca, sepse publiku e njeh mirë, sidomos thash ky brezi i sotëm ju njeh me ato punimet tuaja spektakolare, por kryesisht kur themi Artenca Tufi, Vildan Tufi dhe familja Tufi, vëmendja është tek karriera sportive. Unë thash edhe më herët një familje sportive, por më mirë do të mësojmë nga ana juaj, ju e cekët paksa në hapet e emisionit, keni qenë 6 fëmijë dhe prindërit me sakrificë ju kanë rritur dhe kanë mundësuar që t'ju edukojnë dhe t'ju bëjnë me figura të spikatura. Një përmbledhje e përgjithshme familjes Tufi, ju jeni e dyta për nga rradha, me sa di unë. Motra madhe është Flutra, Motra madhe është Flutra, edhe ajo është aktivizu me shkollën, se atëherë këta aktivitetet e shkollave kanë kenë shumë, edhe të shumta, me volejbolin ajo. Manaj kam kenë unë, manaj Vildani, edhe Cufi ka lujt basketbol, pa vetëm me trit. Mimoza ka lujt me motra tjetër pra, ka lujt me trejat e basketbolit, trejner ka pas Renato Radojen, kurse motra e vogël nuk është aktivizu me ekipet sportive. Po natyrisht është rritur me frymjen e sportit, duke qenë pjesë. Moshta edhe ajo ishte, po nga një herë duhet me pa edhe njeriu vetë, edhe në fëmijët tojnë e shohim. Ai që është më i shkaftë, më i shpejt, që është më aktiv në tana ata, dihet që ka me kenë gjithmonë më i prirun për sportin. Ndërsa, për shembull, kjo e vogla kishte edhe motra madhe, kishin më tepër si perspektivë me thanë punimet e dorës, sepse në atë kohë ishte masa e domosdoshme që
me mundësi që kishim të nëjmojshim Pra, që atjerë ka filluar tradita, ka qenë tradita familjes tuaj në... Fatmirësisht në një të shtëpinë tonë, si që ka kënë edhe si ashtë sot, shtëpijat me oboke të mëdhaja, me bache, mrapa, që komunikoj njëna me tjetren, me gardhët, me mulin që delte në të panë. Pra ishte një ambient shumë i madh tamam për me zhvillu sport për qef. Kështu që ato lojnat e fëminis janë halan kujtesën teme, lojshim dje me vajza, në për ata rrogicat e lagjes, arash, tope grop, shkape cingël, do lojna kaq kolektive dhe kaq të bukra. Aty më najnën shifet edhe se cili prej fëmive ka me pas prirjen për aty. Jeta më naj për me vazhdu sportin ka kënë e fështirë, se kanë kënë pengesat asaj ko, por ka kënë trajneri që në njëqte, jo mu, se nuk njifte ala se kush jam, por që në njëqte vazhdimisht në shkolla, në aktivitete që u banshin, do ta kishe gjithmonë, kuda. Gjimnazi ishte në qenër të qytetit, do të kalote anaj parit, do të shifte në orë mësimit, kështu ka vepru për tana. A i manajnën kontaktoj me prind, me babën, por njoftja e këtyne babalarëve tonë, që e kanë pas edhe si të fështirë, se e kujtoj kur profesor Feti ose zotni Feti i tha, të shti rasim t'i ke besim të unë. Po unë nuk kam kënë negatë me vazhdu sportin. Nuk e di, diqa që fillimisht nuk më tërhoqi shumë. Megjithatë u desht... Çfarë nuk shkoj si pasqysh në atë kohë, se nuk e parapëlqyer? Unë kisha një grup shoqesh që ishim qysh në klasë parë bashkë deri në 8 vjeçare, fillimisht. Më në 8 vjeçare, nga 7 nanori, baba mu e motrën e madhe në qajtë shkolla në Mjeda, këtu. Aty kisha një grup shoqesh që nuk i kishe aty afër shpijet, si i kishe pas këtu. Aty si kur stepa i fjesa, ishin ma dhanën mas artit, kishen klas Leka Bungon, kishen klas Rikard Ljaren, kishen klas, nuk për i kujtoj të shterë, ishte një klas pra që, si me thanë, ishe nështë si fëmije dhe si matë zjedhon, masi shpia pionerit ishte ma afer, klubi Riniskru ishte ma afer, se zakonisht qendra ka disa privilegje. Por ishte edhe kjo, ku është sot ambasada italiane apo konsolata, edhe ajo ka kënë... Rruga Don Bosco. Po, edhe ajo ka kënë një hapsin ku gjenjë për ama për artin ma shumë. E njëjta gjë edhe me shpinë e pionerit, pra kisha mundësi me lidhë me këta. Por, me gjithat, fjalla babës naturisht nuk ashtë diskutu ko në shpitë tonë. Keme shku, thash ka një herë se i kam dhanë fjallën zëtë një fetit, ma na i shofi me banjë. Bile nuk kam kënë Shkodër, kam kënë Kavaj, kena pas një tezë atje të internume, edhe kishim shku për një shqyqyr, aty aja është ka kënë kurnata e qëzim Molletit, edhe kishim shku Kalablek atje për një gzim që kishte, aty më nëjnën për me nëjnë fjallë, baba ka qënë me këtë vedin, më ka marrë, si me ardhë sot, mazrite, edhe nesër, bëhet gara. Keme ba, kësim zjatit edhe 200 metrë. Direkt në garë, pa stërvitje, pa asë një seancë me ekipin? Ja, hiq, fillimi ka kënë tekstualisht ishto. Bilizat një feti më thëtë, keme fillu këtu, 200 metrëshin, keme usjel këtu vrap edhe keme shku atje në fillim. Shifse aty do vajzat gjata, do të shkurta, disa me këpuc me thuma, unë kishe i palë këpuc të letat, zakonshme, edhe pa shifse si çuditën, por erdi momenti me ullë, se ishte ajo gati niso, ata e kishim mësu në shkollë, kam pas mësu se pina Haxhin. Një ata e kishim mësu në shkollë, po jam në atje si përfonim, unë isa vrap, shkova atje, kam dale para, gara e para dhe më thanë, ke thyll rekord. Deshti, a kam thuj, a kam venos,
Hala nuk e I majman. takon vitin 1958. 58 kam qenë në vit parë gjimnas, kur kam shku atje. Nga rruga direkt nga ardhe kampione, madje thuhet se me trejat kuptohet, me trejat, por ishte kampionat kombëtar, kishin ardhur. Ku zhvillua gara? Në stadiumin kombëtar, po këtu në Shkodër ishte me 10 kuqe, ato veçse thanë, mas i kalo vijat e bardha, vrapone për vijat tuja, ka që ka kënë fillimi. Por jo vetëm në këtë disiplinë, ju patet edhe angazhime në disa disiplinat e tjera. Pikrisht manajnën filloj stërvitja, se aq ashtë me sportin. Pra 200 metrë kërsim se gjati, stafet. Edhe 80 me pengesa kam ba. Sa kam kenë me këtë grupin e trejave, nuk I njifsha hala këta vajzat tjera që kishin ardhë, se ishte fillimi. Kush ishin disa e ati brezi? Të ati brezi, taj grup që kena, janë kam Moza Krajen, Mozen Kraja, ka kenë Shaqe Nika, Gjemalje Kavaja, Marije Gjoni, ka kenë një Lola Shlaku, ishte një shkurt, ishte pak ma madhe se na. Lula Moja, ka kenë Fazilet Luli, ka kenë edhe, se ka pas aja edhe ajo Luli me mjemen. Tana vajzash të reja, të shkathta, një mosh paka shumë. Si ishte jeta sportive ati brezi? Shumë e bukur. U ambientuat? Shumë e bukur. Ju dhalarmi, knatësi? Pa tjetër. Pra duke pasur edhe kohën, se thamë që nuk ka qenë kohë... E përshtatshme, sidomos për vajza, për më madh me sport, mas me ira anash, aspekt. Por ju falë trajnerit, profesorit Zotri Fetit, keni qenë një ansambel model. Faleminderit edhe për ato tifozat shkodran, të mrekullueshëm. Ju ndiqnin? Në ndiqnin, në atë kohë mushte stadiumi plot. Edhe interesant, ishte një si grup, ndoshta 2-3, ndoshta 5, nuk e di, se stadiumi edhe me për ata gara, sidomos këta pjesë ballore, u mushin gjithmonë. Edhe forca varzat tona, edhe një iniciativë. Pra, ju vinte në vesh brohoritja, mbështetja. Aja brohoritje që nuk na është nda, sidomos mu nuk më nda asiherë. Por kujdesi edhe I prindve, që mandaj na kanë njek, se këta ishin tana vajza, edhe si sot që ka familje shumë të mira, ishin tana vajzas, familje të mira, familje qytetare, ishin merreshin vesht me babalartë, kja ishte në duket... Pra, nga ai moment që ju e thatë me heret që shkuat pak sa me naze, jo me shumë dëshirë, shumë shpejt u ambientuat dhe rezultatet qenë ata që. Aty mana ju në gjeta edhe shoqe, ishte Fejzi Rizai kanë thanë, është nana Oltjan Lulit, e kishe kojshi, Mimozën e kishim kojshi. Nëna Oltjan Lulit ka qenë në ekip me ju? Po, ka kenë. Atëherë, Oltjoni, këtu e pas ka marrë edhe nëzitjen, pas ka marrë traditen. Po, njashtu. E mësuam edhe këtë fakte, sepse Oltjoni nuk I tregon gjitha. Heq mas I diftojnë, t'i majnë sekret. Nuk ka. Pra ishin, qatë thëmon, ty që njifeshim tana me njëna tjetërën, qoftë edhe si familje, qoftë edhe kishim edhe që nuk I njifshim heq, për shembull Shaqen nuk e njifshe, këte Gjemalje Kavajen, sa ishin Rusë, ishin Marije Gjonin, nuk e njifshe, pra, për ishte grupi që ishte kriju edhe... Grupi u formua dhe... U formu një grup shumë I bukur. Manaj fillun aktivitetet, qysh në vitin e parë manajnën, u ba kjo aktiviteti a ba në korrekt duhet këtë kënë, ose gusht nuk e majmen, për e di që ka kënë shumë të nëzet, manaj kena shku për herë të parë në Korçë, si ekip trejash, kena marrë pjesë manaj në 2-3 stafeta kanë kënë atë kohë, 4 herë 100, 400, 300, 200, edhe një stafet me një 400, nuk e di qa kështu. Se I cila vajzë kishte ato garat e veta, stërvitet I fillu me shumë dëshirë, maromim stërvitjen, ndërë që delëshim prej stadiumit, e kujtoj si sot aty të dera, Zotni Fetit, në shpije,
U morëm vesht edhe ajo, e dini jo, edhe qeshim me njëna tjetëre. Ka qenë i përkushtuar dhe... Shumë. E sidomos kur uftojshim biletat, se me autobus shkojshim anajnë në fund, edhe me anaj urt, edhe mas me qesh shumë, me anaj varzat urta. Zudzojshim për shembull se një grup vajzash aty, një gazanisën, vetëm një kry, një kokë sjellon dhe gjithçka. Ju ka vletur ajo edukat, ajo disiplinë që zotni Feti ju ka kërkuar sepse ka të bëj. Shumë. Që atëherë e keni marrë. Ka as familjes apo edhe në shkollat tuaja ku keni qenë përkatësisht. Ashtu papa. Ai si ishte i rregullt për veti, për tana problemet, ashtu ishte edhe kërkesat për ne. Bile një moment kur deshta me shku, në fakt unë kam pas qef me shku me vazhdu për piktur në Tiranë, se kam vazhdu kurs me profesor Simon Roten në shtëpitë Pionerit. Edhe aty qa duket, e pau edhe atë talentin se e shifte anaj, edhe në shkollën në Mjeda kena pas mësusin e pikturës, edhe ata kishin qëllim. Edhe mund pëlqete, mirë po baba thote se këtu s'ka pas atëherë shkollë pikturet, je e vogël thote me shku vetëm Tiranë. Të studioj në krye qytet, të shkolla arte. Nuk m'la, edhe aty bile kam pas një hatërmetje me babën, që ishte aq i lirshëm kur flitte, kur bante muhabet me ne. Dhe i pata thanë, pse nuk e me zotni Feti vajzën e vetë Didin? Zotni Feti kishte vajzën njësaj. Thot baba, pa diku. Zdin me vrapu veç, një halda tjetës. Du me thonë, ishin disa gjana që anaj, përmanoj unë mësova, edhe me shumë dëshirë kam dalë në stërvitje. Karriera në atletik ishte më të vërtet interesante dhe shumë pozitive, por jo e gjatë. E lodhshme. E lodhshme, pa tjetër. U shkëputet, tham nga atletika tek basketbolli dhe unë e thash një hapet emisionit, këtë do të nga të regoni vetë kush u bësh kak që latë atletikin dhe kaluat në basketbol. Në atletik ishin gara individuale, me pirashim të stafetave që ishim 4 veta. Sepse bajshim garat, delqim parat, pa e diskutu deri sa kam kenon. Nëse kam kenë cimzgjatit, nëse kam kenë në 200 ose qëfar do garet që ma dhanë. Unë edhe këta vajzat ishim pa diskutushme, një këtë grupë, derisa ishim me 3-at. Por ma najnën, zotni Feti filloj me na fut me të rritonat, pa më varsi se na ishim matë vogla. Të i kenë me të rritonat se kishim atë euforin e fitoreve. Sepse na atëherë u jepte, kam thonë edhe i herë, 1500 lek për një garë që i gjenë shëdhanin e parë. Stimul për... Stimul. Me atletikën vetëm e kam pas, pra ishte një stimul i tillë. Mirë po na kishim drejtën ba 2 gara, edhe 2 stafeta. Nga njëherë thëshim edhe rekord, edhe ishte shuma ma e madhe. Edhe unë mësume me këte... Ishte edhe një mjet fitimi. Pikrisht ishte, se u bante nështë, u këthejshim për i korqet, se i cila prej nesh, bite me vedi, o 6.000, qoftë që nga kun delë që e dyta të hishin 1.500, nuk e di me një fjallë kështu. Një e vogël, edhe profesionale, por edhe familjare. Se kishte 2-3 kampionate gjatë vitit. E me gjithat, ata i dërgojshin me post, zotni Feti vite, rrita aty, te posta. I dërgon dhe federata? Federata. Për ne ishte knaqësi, ishte edhe një stimul, me thanë drejten se... Zhvendosja tek basketbolli. Pikrisht kjo të shti, përfaqësimi me të rritonat, nuk kishe ma mundësi me gjënë vendet para. Kjo nështë ego, nështë... Se filloi rivaliteti me i malë. Pa tjetër, se unë nuk mund t'i kapshe ata që kishin edhe vjetë ma shumë punet, ishin ma të mëdha. Përvoj për shumë. Nështë ishin për ramëll në këcim zjatit në atë kohë, zisa pa ta kërcyet herë 8-19, 4-19, pa ka 5 metershin, se nuk ka kenë pak për atë kohë, për atë flasë. Por të i gjënë vendin e dytë, nuk ishin këtë mirat materiale. Në ekip me mu aty me të rritonat, ka kenë Nina Pici edhe Carmelina Pali. Ata bile të dyja më sugjerunin me shku në basketbol.
I tham, nuk kam qef me vazhdo ma, atletiken nuk do, ma, sepse zëti feti pse si e, anaj zdojshë me I thanë këtë tjetërën, për nuk më pëlqen, I thash ma nuk mundë me vazhdo, se du me vazhdo shkollën në altë. Kështu që dhe në vitin e tretë kam kënë atletik, edhe fillimin e maturës. Manajnën jam shkput edhe kam kalu në basketbol. Këta vajzat manaj edhe këta shpejt janë shpejta. Në basketbol, këtë gjete, trajner, edhe kolege. Trajner ishte Sandor Laca, e kam një fotografi e të, është taman e bukur. Sandor Laca, ishte Nina Karajfili, ishte Karmelina Pali, këta dyja ishin shoqe. Karmelina, kur kam shkuon, e ka lanë basketbolin. Edhe kjo, se ka pas Nini Karajfilin, kam gjetë aty. Edhe Nini Karajfili ka lujtë edhe një vjetë më duket bashk, edhe kishte mashu tërhëq. Kam gjetë Gita Vuken edhe Vitore Paloken. Ka kënë Leman Fani, që kanë kryuat peshen, si me thanë, që kur kam shku unë atje, këta janë. Por, interesant është që kalimi juaj të basketbolli, jeni graduar me njëherë kapiteni e skuadrës. Shumë shpejti, nështë mas 2 vjeç. Tregon respekt. Nështë mas 2 vjeç, sepse të lozi në basketbol, më dukte si me kënë një kuti shkrepsit. Të me dojsh gjirat në stadion. Pra, ishte të kaluar atë trajnimin e parë. Pregaditja fizike, si me thanë, ishte e huajton nga atletika. Pra, ishe në gjenje, me shku me artën e për aty, mu dukte shumë duhet të thënë që por edhe vullneti. Periuda atletikës ju ka vletur tek basketbolli, ajo pregaditja fizike. Pregaditja fizike dhe, si me thanë, startet e ndryshme. Shpirti, garës, entuziazmi, gara sportive, pra. Ju keni shkuar tek basketbolli thuajse e formuar. Nga ana fizike, pa. Po nga ana teknike, pati problem trajneri Sandor Laca se ju jep ato mësimet e para? Shumë shpejt I kam kap të gjitha. Shumë shpejt. Veç pa mungesa precizionit, deri në fund më ka godit nga njëherë. Kam pas shumë emocione, s'kam pas atë besimin kur kam gjyt personalet. Kishe gjithmonë një ankth nuk pa baj. Sidomos kur ishin nëjshe decizive, vetëm me Tiranën, se me këta tjera s'kena pas kohë problem, kena fitu gjithmonë. Tiranë e keni pas rival të vërshë? Rival. Gjithmonë ekipet e kryeqytetit? Nuk e di. Atëherë, për medal, për shembull, ishte u bate një nëjshe në Tiranë, humqim, o me I pik, o me I kosh. Në Shkodër fitojshim na, o me I kosh, o me I pik, u bate një nëjshe e tretë, që zakonisht u bate në Tiranë, dihet masanajnën se si shkojshin punë. Kini fjallin se shpesher lakohet edhe arbitrimi. Pikrisht, në gjë I ka I herë kur thojnë për shembull që... Dikon, pa tjetër kur janë edhe ndeshje decisive. Por gjithë të ndeshje emocionuese, që veçoni me te për ndonjë? Mbanë në një kujtes në Shkodër, Tiranë? Ndeshjet me Tiranën kanë gjithmonë... Përse e veçoni? Për ndonjë sukses tuaj, për ndonjë pikë vendimtare? Të shumë të s'padu me thanë anaj, sepse kanë me tifoza hala që më kanë kujtes si lojtare. Njëherë luftën tabel që e kam pas pikë të dobet, Tiranë se kam gjitë probleme gjithmonë. Nuk e di se si rastësisht, se atëherë as televizor s'kena pas që me mujtë me pa një ndeshje. Nuk e di, nuk e maj men një ndeshje pash një lojtar që bani një hap. E fillote 3 hapshin nga në tabela ku vendoste. Vitën deri në gjysë 2 hapa, hapin e tretë u kthejte për patje dhe gjute. Mirë po ishte se ai që të mbrote vitën pik vrapit mastejet edhe u bate gati për atje një kohë që u kthejshe edhe u kthejte edhe bate. Jam loth pak me mësu një këte. Por ka kënë shumë rezultativ, shumë. Nërsa Nina, që kishe lidhje jashtë zakonisht,
herë ballore, herë anësore, nërsa unë qenër, edhe unë herë ballore, herë anësore. Suksesi më i madh i vllaznisë në brezin tuaj, cili ka qenë? Arriti të shpallani kampionin? Kur, asnjëherë nuk arrit me medalë finale keni shkuar. Në finale gjithmonë ishin. U bë në Durrës, kena kënë trajner mandaj me Muhamet Sokolin, kampionati i femnave, si me shtjellu të lidhje. Me profesor Muhametin, ky brezisht apo ishin erdhën edhe të tjera? Ja, pak ma vonë, se pa dalë aty të brezi i këtyne vajzave që ishin me Sandor Lacen. Ekipi u konsolidu shumë mirë, filloj shumë bukur me u marrë me vesh, si me thanë, edhe lojtarit me njëna tjetren. Ato dy balloret ishin shumë të mira, Gita dhe Vitoria rrishin aty. Fillu me rezultatet, për manajnën iku Nini Karajfili, iku Vitoria, iku edhe Gita. Të shte edhe mosha banë manajnën atë dveten, këta u zëdëncunin me lojtare tjera. Unë ishe mësuse në gjimnas, natyrisht ata vajza që i shifse që kanë perspektivi dhe ishe me lujt anaj. Erdhen treja ishen, par erdi Gjuli, atëherë u hap klasas... Gjuli Shëstani? U hap klasa sportive në Jordan Misja, për shkollën e mesme. Ka rritur Gjuli të luaj me ju në fush? Ka lujt Gjuli me mu, edhe ka lujt një kohë të mirë, ka lujt Gjuli. Edhe Belkize Keqiqi, Gjane Gega, Franceskina Gjinaj, ishte Lemani Iko në Tiran me vazhdo shkollën e fiskulturës atje, Lili Kodheli edhe aja Ela, të shtë arsyt ishin nga matë ndryshme. Duhet me thanë se qysh në atë kohë fillon me studiu biografin shkurt muhabetin. Manaj se kush ka ken që alergu prej asaj, edhe kush ka ken që ka vazhdu si që është puna jeme, unë nuk e di se si vinë punë. Për unë di që kam dujtë sport me gjithë zemër, kam dhanë shumë, kam kënë efort në tabel, kam nisë topat gjithmonë në shenjesër, naturisht kanë përfitu 2 valloret, që si kena pas kohën në mbrojtje, sepse kanë pas menin me ikë, kanë pas menin të rezultati. Por me gjithat, basketboli është i tilë. është kolektiv, por qëndra ka shumë rëndësi dhe ju falë dhe shtatërsi se admirushme. Edhe në atë kohë kam kene gjatë, se të shke vajzat gjatë a bëllë sa dush. Sa keni qënë në fushën e lojës, keni bërë diferences? 72 kam kene. Të shti... Pozitive? Pozitive për atë kohë. Për atë kohë. Për se kishte edhe 17 manori kishte, se unë veç me atë 17 manorit, si me thanë, jam hangër gjithmonë me thanë drejten, por ka erdi manaj Gjane Gega, Gjanja një lojtare e qetë, shumë e sakt, edhe këta e kam pas në shkollë, vajzë e mirë, si me thanë adi punëtore, e sakt, në ata që i thote, kështu manaj nuk e di se si që puna, largun Sandrin, mas Sandrit me një periudhë kohet pa trajner, kishe me shku në Vlonë se ishte një kupë republike. Kush e drejton të skuadrën pa ku largohet Sandra Laca? Të shti... A morët kjo përsipër si... Të shti sami ma përsipër naturisht, se e la dhe Nina, iko dhe Nina e la sportin, edhe me të një ekip i thamë krash, që me thanë në ty, me thanë drejten edhe unë qkova i thash edhe unë nuk du me vazhdu ma, nuk më pëlqen. Erdhen da vajza treja, është një Marie Marko, Fetje Gucia, Diana Pali, nuk kishin nëj, si me thanë, nuk kishin kalu në ekipe zingjirë. Në këtë moment erdi profesor Muhamet Sokoli? Ka ardhë Farifani. Farifani për para? Farifani në prunën vetëm si shoqnus të ekipit. Bëhet mënë si drejtues klubit? Inspektor? A i si inspektor ka kënë, ka me thanë drejten. Por i ka qëndruar kur ishte pa trener? Ka nëj shumë afer, si thohet, edhe si përgjegjës ekipit, edhe me thanë të drejten, kam nëj me, aty ka këtë edhe Gjuli me ne, se Gjuli është aktivizu, ba nëjnën qysh heret,
edhe Diana Pali, Fetia, Gjanja më duket, Izabela Gera, Belkize Keqiqi, një lojtare shumë e mirë Belkizja. Por e kalu me disi atje, në Vlon kena zanë vend parë, por nuk ishte kështu kupë republiket. Ishte si bashkë kështu kupë, pa thamun me treja ta kupë, nuk e di. Por u këthyme në Shkodër më nëjna, na banjë një mbledhje në komitet partisë. Edhe na thanë që trajner është Mohamed Sokoli. Unë nuk kishe punu me Mohamedin, por një trajner mund me thanë, shemollor. Shumë i sakt në lëvizje, serios nështë ma shumë se sa duhet. Ju dukte si ishte mësu me trajner me djemëtaj edhe me anaj, me note kush e di se si mund t'jetë puna, por ma najnen me thanë të drejten, Me që është momentit e shumë të përshëndesim drejt për drejt Mohamed Sokolin, profesorin e nderuar, se kam pasur rastin jo shumë larg të realizoj një intervistë speciale me profesorin Mohamedin, me bashortën e tij, pra është Mohamed Dhuratën, po është një qift model. Dhurata dhe Mohamed Sokoli, i cili edhe sot është aktiv dhe shumë pasionant, edhe pse mosha ati është 94 vjetë i mbush, apo i ka mbushur të vile nëse na e përshëndesim, kishte ardhë një Leman Fani, edhe kështë ardhë edhe një tjetër, a ka mundësi me shku të profesor Mohamedi, se kena pa një intervist me i pi një kafe. I thash me gjithë qef, pa nuk e di ashtë këtu, se shkan edhe në Francë, i thash se ka fëmijë atje. Mirë, pa nuk e di pse meti, se kishin dëshirë shumë. Me siguri kanë ndjekur emisionin tonë, histori sportive që i ka ngacmuar, se ka rreth 2 muaj që e kemi transmituar. Se kam marrë shumë përshëndetje, shumë falënderime që kam përmend këta figura të sportit shkodran. Me profesor Mohamedin manaj u bam si një familje. Ai ishte për ne edhe shok, edhe trajner, edhe shumë i kuptueshëm, edhe kena kalu qaste shumë humoristike, sa asnjëherë tjetër. Ai serioziteti i profesor Mohamedit më nai kalote një fjesa në disa gjana tjera. U gërshetua me ambientin e skuadrës dhe u bët një familje, më në themi. Unë më nai me profesor Mohamedin kam vazhdu deri kur e kam lanë, për në fund kam pas trajner më nai atë Skender Osmanin. Një periudhë kohet Skenderin. Dhe kur e kam lanë më nai sportin, nuk dojshin me mlan me elan, sepse në atë kohë ta manisha nështë edhe e nevojshme për ekipin, por e shpa cekim ma vonë, këthimi nga ekipi kombëtar, më lashije shumë t'hidhur, edhe e kam dërzu sportin edhe s'kam dërzu ma. Se unë sa ishe gati t'ju adresoj pyetje për pjesën e kombëtares, se ju keni qenë dhe titullare e kombëtares, keni realizuar 5 por gjithmonë pa diskutuar. 5 parë dhe keni marrë pjesë në evente të ndryshme. Eventet i kena pas të pakta, por u falë që masi ekipi Dinamos pa ecte shumë mirë i volejbolit, kishte mori famë në atë kohë. Mendunen që të bajnë edhe një seleksionim tjetër, edhe të zgedhe një ekip me disa vajza. Njëherë u falë që pëbahet kë ekip, si me thanë, me i grumullu në Tiranë, bile u ba lista. Ishin 2 korçare, lojtare shumë të mira, ishte një përmetare, ka ke 2 motrat e Elbasanit, ishe unë, në atë kohë ka ardhë dhe Bardhylka, Beshiri. Bardhylka ka ardhë vonë në Shkodër, a fut në ekip. Nuk di, pak kam lujt me Bardhylken. Kurse erdhen në këta vajzat e Tiranës, se i levërtiste trajnerit Qemal Çalsit, i cilin qoftë që në gjemë se kisha në gjuhë edhe emisionin tjetër e përshnes, sepse kam gjetë një dorë
të ngrohtë, mundën me thanë, në ekipin e kombëtar. Atëherë u grumbullu 25 veta grumbullun, por përpara erdhi një ekip kinez me ba 3 ndeshje për me pa pak a shumë nivelin e këtyne vajzave. Të paktën kështu na thanë ishte qëllimi. Edhe do të bëjshin një ndeshje në Elbasan, një në Korçë, një në Tiranë edhe një në Shkodër. Përgatitja ishim te Kanni Spartak këtu, toka ishte me dhe, ata kushte që kanë kënë kur kena lujtna. Erdhen për herë parë, banë ndeshjen, erdhi trajneri për para, Thengu, si të shem aja emnin, një për djemët edhe një për vajzat. Aja erdhe dhe pa u stërvitjen, bashim stërvitje ka ndimin, bashim stërvitje të palatit të ku është kafja madhe, me u fut në rrugic aty, në krahin e majt ka kënë një sallë e madhe që i kishin ba palestër. Një aty kena ba stërvitje gjatë dimnit, kur ka takot e rralla se me ma me një Ka qenë gjimnastika, aty kanë qenë disa. Ka kënë edhe gjimnastika, me një fjalë u bante stërvitje. Aty ka ardhë kë trajneri kinez edhe ka ba seleksionimin për ekipin kombëtar. Për aty më ka zgjedh mu në atë ekip që kena kënë. Për këta lanin që duke qenimet edhe iken, kështu thanin. Stafi kinez? 2 duket kanë kënë, 2 trajnerat paktën kam njofton. Më nëjnën kanë ardhë këta me ba ndeshjet kombëtare. Erdhen ata, ishin da vajzat gjata, por si që na dhanin, keni kujdes, kam aty fotografi që më thët menja nuk da t'jenë kërkon asë në klub, se klubi ja djegë, bashkë me te janë djegë dhe tana fotografi që kanë kënë aty. Erdhen ata, natyrisht, keni kujdes, mas i vritni, mas damtohen, kujdeset që na dhanë. U ban ndeshja miqësore. Atëherë po kam kënë kapitene e ekipit, se manaj qysh që iken këta, që i ku edhe me Sandrin kam kënë, po kam kënë vazhdimisht kapitene e ekipit. Kam shku shumë mirë me tana vajzat, jo vetëm me këta grupit. Çfarë ndodhi pas kombëtarës, se keni një kujtim të mirë? Mas kombëtarës, vanajnën, u ndodh kombëtarja, mas i ba me ndeshjet miqësore. Unë kena marrë përfaqësuse nga Tirana, 2 lojtare, Pavlina Lacin dhe Bukurosh e Shtizen. Kam shku dhe në Elbasan, jam fut naturisht në peshe të aty në ekipeve atje. Atëherë erdhen ka kënë 65-a, kur kanë ardhë, mas babaj po, 65-a, u ba konferenca e sportit në Tiranë, kishin ardhë këto trajnerat, banë seleksionimin 25 vajza. Seleksionimi i parë, përfundunin vetëm 15. Mas seleksionimit aty, u pa seleksionimi i dytë, me letra me bire, kja është me. Edhe u hoqen meten 12 vajza. Nër ata 12 vajzat, naturisht ishe edhe onë. U hoqen 2. Një do të vite me ne, jo si lojtare, po do të vite për me pa, mas bajmë në gabim, se do të shkojshim Gjermanitesh, mas bajmë në gabim. Pra, e sigurimit me thanë, ose që do të na sigurote ne që mas bajmë në një veprim. Si përgjithësi e ekipit? Ja kishim një tjetër, i farë Muhamet me taj, përgjithësi e ekipit, edhe ai punote atje. Çfarë ndodhi më pas? Në këtë kohë, unë kam pas trajner aty Qemal Shalsin. Qemali naturisht kishte atë interesin e vetë që jo 5, pa 6 ekipit vetë ai do të me i fut pa tjetër në, sepse vatës tërvitjen, i kishte të grumullume, i përgatite për ekipin kombëtar, se shiste që kishin fillu me dalë edhe ekipet tjera, filloj me qitë problem Vlona, filloj me qitë problem për meti bje fjalla, Elbasani për vedi, Korçafa, edhe kampionati kishte 4-5 vjetë që ishte ma i fort në met ekipeve.
kur Profesor Qemali më thëtë Artencët më vjen keq thëtë, për ty nuk të ardhë. S'du me e përmend ma, sepse më kërën që jetë hidhur nuk të ardhë biografia, thot nga Shkodra. I thamë, po çfarë arsye ka? Biografia ndash vjen e mirë, ndash vjen e keqe. Biografia duhet me ardhë. Dhe për në të kohën kam kene martume, edhe e kam fillu sportin vetëm për hatër të ti të aktivitetit prap. Sepse kishe djalin, kishte dritanin e kishe të vogël. Edhe për, do me thanë, hajtë se familja jeme, nana ishte mësume ne, ishte mësume Vildanin, me shokët e Vildanit që hishen e delshin në shtëpi. Nana dite emnat e shokëve, të shoqeve tona. Njëna prej këtyre vajzave për shembull, që pat nevojë në fillim kur erdhi këtu në Shkodër, në shtëpitë e nana jeme ka ndaj. E ka majt nana jeme si vajzën e vet, pra u mësu ato. Por këtë ambient gjeta edhe të familja e burrit. Pra mbetet jashtë skuadrës për arsye të biografisë dhe aty ishte goditja psikologjike. Kja ishte ma e forta. Ai bile profesori ishte trajneri kines që nga bate stërvitje, një stërvitje të papame. Edhe filloj paka shumë me më spostu, me atë mendimin që ndoshta unë s'pa jam përbeshku atje. Filloj me më spostu paksa, edhe që t'ishte përke, po me notë aji, nuk e di unë. Po e shif që gjatë lojës, por fatmirësisht mu më dha ajo ideja se më hoqi nga qendra, që kishte mësu me lujtë tanë kohen, edhe më nxori në nëncore. Pra, kja ishte e pas që ka fillu spostimi, pa biografi, kështu ishte puna. E kërkova në Shkodër, kërka ndajnë, nuk e kena nisë, ta kena nisë biografi. Atëherë u bam ledhja dytë. Na më lodhi 10 vajza, edhe thot të shti, kështë e bagati do letra, se cila prej ushtet, ka me shkru, naturisht është pa shkru në vedin, thët atë mren, edhe më nëj vazhdoni, kush me noni, me kenë në kip. I hapi letrat, faleminajs për gjitha vajzave, unë ishe, jo vetëm në nga penshes, por ishe o e dyta, o e treta. Pra ishe me dori për aty, bon, mua bet, si me aba, zënësimi ishte shumë i kollajt, thanë ndë të vi një vajzë. Me thanë drejten o mërzita, një zhgënjim, kishe një muj trajnim në Tiranë. Për djalin, kujdesesh vjehëra, edhe nana jeme, edhe bashkëshorti jem. Se kisha marrë me vedi, kuptohet. 2 herë në ditë, stërvitje intensive. Këtë kohë, këtë trajneri kinez, i thot profesorit që ajo duhet në ekip. Më tiftojnë vajzat tjera, se unë nuk ashtu, unë bile kisha hek dorë. Kur o ba inaugurimi i Pallatit Sportit, këtu, kena ba një ndeshje miqësore me 17 nënorin. Në atë ndeshje ka ardhë, se pa i thamë, shoku Adil Qarqani, me marrë pjesë. Se ishte puna që kisha u këthy në palesër, pra ishte edhe ana politike e këtyne gjanave. Ato kam ba ndeshjen, si zakonisht që kam lujt, me ba me pas statistikat, kam një libër, bile e ka baj Dizdari, gazetar. Besnik Dizdari, ai atë përmen, atë edhe Feti Borova ka baj libër për basketbolin, edhe ai atë si rezultative. Në shumë gazetat asaj kohë motori skuadrës, ishte aja kohë që unë edhe ishe në formë, edhe kur një nipi burrit kishte një oftoni, ai ishte shef muziket në Universitet në Tiranë, ai njifte, nuk e di si, edhe një pata. Steja kujtan basketbolist me Dinamon, ka keni
Ka ke një ezmer. Muhamet Përmeti. Muhamet Përmeti, një ezmer. Pata një I kanë thënë si Pata nuk e di, Pata, a i Muhamet gjatë Përmeti, anaj. shumë desha njerës. Simpatia, si lojtare, si anajnen. Unë ishe me kujtimin, me këtë nipin e qëremit, më thetë në gja. Qa ka Shkodra the qista bjenat biografi, Pata bëll me të qu si figur, Pata si ka fol gjithmonë në atë humorin e ti. Pa qa me baj, thash, e kisha hek shpres, ka kene, shtume, ja e prem të atë ditë. Pa shkoj dhe për vizit, se ka 50 vjetorit, pa shkoj për vizit, mos më vjen biografia në regull prej Shkodret, e me shku atje. Kur më thëtë kujtimi, shkoj Mazlita, thëtë, se unë e njafë thëtë mirë, janë aty të universiteti, thëtë jenë ata në grupa anajnë, kur shkume. Unë jam vesh dhe ato teshat e mija, njësaj si ditën kur u baj inaugurimi i Pallatit Sportit, që i ba me një banket mrapa. Edhe në fakt më përgëzoj Adil Qarqani, edhe kur dhanin disa, si me thanë, ja medalje, po një fletë fëllnerimit për aktivitetin. Shkume atje, për sa më pau, a i u qo edhe doli, njerës të hinjit, u i dalë për vizit e koridori. I thot, me Shkodrane, qëfar problemit ke? S'kam problemi, thash, pa qa me baj, thash, hajt, moda rasti erdha për me joru ditlinjen. Për i thash, Shkodra si Shkodra, një kohë që i flasin për emancipimin e femens, kam në ndjallin i thash në shpi, biografia i thash s'ka e kanë regull që duket, hajde nesër në kryeministri, aty thanë 7 sahati të shpa ullet ai sekretari jem, edhe e sqarojmë këtë punë. Ka që ka kenë. Në këtë kohë, përësër, në gazi tash përësër që e malë Shalcin ishe shqetsu, se shkova thash se hajshin bukët e aj, edhe thamë pa njëse Mazlite, këto dhe të njëshin tanen ekipi. Ishte shumë e keqe për mu, si shëmësosi herë me dështu, tana ja lodhje, tana ta vite. Natyrshëm, në momente prekse. Po, ishin mësu edhe me i këthy kështu. Edhe kështu ishin mësu me i këthy, edhe minutët e fundit. I kanë ullur nga avioni, i kanë ullur nga autobusi. Ka pasur raste të ashtu mundojshin më najnën për këta vajzat, ishin prej shumë, të thanë drejten. Ashtë këtë që të hekë në shoqet mirë, se dhe të hekë në shoqet të të mirë vëllë, këtë shkaj. Këtë vjen për qërë që malë, thërë. Pa mirë ma e të qash, thëtë aja Shkodra, thëtë kështu, thëtë, vinë këta të Elbasanit, që sërë thas njëna Elbasanit nuk e moren, sa ashtu erdi Siraja që i zgedhen. Nuk hertha sa ja, vetëm njerët për i Korçet, njerët për i... edhe atët Përmetit nuk e moren, ishe letare shumë i mirë. Nuk e di, thëmë profesor, unë nuk e di, të shtu unë u pakja punë, unë pa ike. Aty i thash, zëdënësusen e ke gati, se unë e pash që gjatë javës fundit, a i me spostoj. Kur para man loju nuk i leshe gjamangut. Tha që një minut profesorin tha, luj pak ma ka dalë, tha se mas në damtohet në njena. I thash, në tabel, nuk ka i thash me rujt mas dvitet. Unë ma par me rujt vedin, edhe luften atje sipër, nuk kam qëllim. Pra, një asi që më ka dhimë shumë. Kanë shku dhe kanë hap biografin e Vilit, dhe shtë i bahet fjala në Ministri të Arsimit. Nuk e përfundua, ekipi ultoj pa ju? Ja, në gjoje pra, hapin biografin e Vilit, Vilit nuk i gjajnë asgjë në biografi. Vilit do të me shku diku me atletiken. Se si ashtë puni i ka dhanë urdhën tjera kush, si ashtë puna që i kësaj nuk i vjen biografia. Fiqoh Shehu, kam pasë në zanë se Nina Shehu në vajzën e Fiqohit tonë. Pas ka punu në dekë punëve të mrendshme, kush e di se si a ba muhabeti, urdhën për Adil Qarqani gjeni biografinë e kësaj bine urgjent në Tiranë. Prap nuk vjen biografia.
Këta mana i kanë thënë që biografinë e asaj e kena çu në Kavaj, ja kanë dhënë si me ja dhënë kujda, një këtë biografi me herën mana edhe qojë në Tiranë. Ai pas ka prit me marru në isha futbollit në Kavaj, manaj me ardhë në Tiranë, manaj nëns pas ka gjetë kuj me ja dhënë e ka këty në Shkodër. Ky ka kënë justifikimi i këtyne. Kur më thëtë kë ishte një aty të këta koma ishe këta biografite, këta në Tiranë të Ministri Arsimit, ta nuk e di se ku ishte. Tishte për mu, tha, sa punë na ka qita e biografia, jo të tha, Shkodrët gjithmonë, tha, tishte për mu, tha, të kishe si këte rosë. Sa kemër, tha, tekstualisht ishtu pa me një tanë ka qashtu. Dola prej aty, pra nuk kishte ardhë ala biografia, shkova në hotel, ishin të vajzat aty, përandajshin kostumet për me shku një palë sandale bluhe, një kostum gri, i kam të qarta krejt tona gjanat. Unë isha e ullë aty dhe s'pa bajshe za. Në këtë kohë vjen kë Qemal Shalsi edhe thot, hajde thëtë, se pa vjen edhe ti me ne. Por thot, është një diqa. I shala pa gjejnë një mik, sepse e shtunësat janë myllë, nuk punojnë, e dile ambasada me vu firmen nuk punen, avioni niset të hanen, ne nuk kena kohë me të ekipi pa shku. Po më jenë keq i thash presërt, se janë lodhë ta në këta vajzat, janë lodhë shumë, jam lodhë dhe unë me ta, po, kështu ka kënë fati i thash. Unë për veri del prej këtu me balë hapt, sepse e kam meritu me kënë aty, jam lodhë, kam kontribu, jo vetëm këtu. Po jam i thash, qysh 13 vjeqe, tu o marrë me sport, e sot jam 28 vjeqe. 27, 28. Menoja i thash vetë, qëfar e cuni sportive, e mushën me diploma, e mushën me dekorata, e mushën me përgëzime, me falnerime, sa që një faqe e murit i thash nuk i dzen. Me gjithet edhe për ju kam respekt. Pa tha se nuk i dihet, jo, i thash unë i tesh jam të unisë, si kishe bazan së tyne në shpi, e se e di që aty jam mërzit shumë, shkojshin letë pa dasht, ngushlimi i këtyne shoqeve, sidamas i këtyne Tiranës, se ata ishin që ishte shumica, e që i falnerova edhe ata, edhe thash njësër, nade pa nisem të dilen me i fjallë, pa këthejhen. Në këtë kohë del një ka vajza që të thash, që e kështë pas në zanë se në gjimnaz. Aja ka baqmas, ka shku atje, ka regullu vetëm të lista. Të lista që të qkotaj nuk di se qa është bëma gjatë nuk e di. Vetë se më tha presori erdhe shpejt aty, tha Arteca, ke dvarë dhe ti nesër me ne. Kam shku, po kam shku prisha qefkat shumë. Rëndësishme është se jeni bërë pjesë e delegacionit. U bëna pjesë e delegacionit, shku me atje në Gjermani, në Halezale, një qytet afër Leipzigut. Atë u knaqme, për e pa me vedin sa lërg jena. Sa të kur në gjena kosh që thet ikona e volejbolit, ikona basketbolit. Se ecin minutat, po edhe rëzia me ben me shenë se jemi drejt mbylljes. Pra, edhe kujtimet e kombëtarës paka shumë i përshkruam, natyrisht me një moment shumë emocionues e prekshëm, por me një fund pozitiv që arritet të merrnet edhe miratimin për të shkuar me kombëtarën në Gjermani. Largimi nga sporti pas 17 vitesh, karrierë sportive, ju vazhduat me një karrierë po aq pozitive si mësuese edukimit fizik. Edukimit fizik, edhe kam qenë vazhdimisht furnizuese me element të jashtëzakonshëm, sidomos te klasat sportive, kanë pas vajza që ka qenë gjëna me ilan me u shkput. Ka thënë përmana jetën me trajnerat. Në çfarë shkollësh me tepër shërbyet? 7 vjetë të para kam punu në gjimnaz. Vajzat i kam pas pëthuj se sa vedin. Sepse ju keni diplomuar në 2 fakultete, edhe për fiskultur, edhe për biologi kimi. Nuk kam maru për fiskultur. Nuk kam maru. Kam maru vetëm kimi biologi, ata e kam marrë me korespondencë, me sakrificë të madhe shumë, sepse nuk më doli shkolla. Nuk do me e thanë këtë.
Pra janë përsëri këto pengesat. Kam kënë nxënëse prej fillimit edhe në fund, tona pensa kanë kënë atëherë. Atëherë pensa ka qenë nota më e lartë. Tona pensa. E kam të rujton. Kam të rujton e flet lavdrimin, edhe flet nerit ma ai Çaushi, Nuri Çaushi, drejtori i shkollës. Edhe që më tha, qa pat tha Shkodra me ty. Kaq. Megjithatë për Megjithatë nuk ka gjë. Gjitha kontributet që ju keni dhënë në fushën e sportit dhe me xherën e edukimin fizik, keni marrë vlerësime të duhura. Natyrisht me titullin më i madh është dekorimi mjeshtër i madh nga presidenca, po jeni mjeshtër e sportit, jeni me medaljen në infrashëri. I kam të gjitha. Basketbollistja e shekullit. Nuk janë vlerësime do si do, janë vlerësime që... Janë me mund, e me djerës, e me lodhje, të gjitha i kam marrë. Por kjo më goditi shumë. Unë këtë të fundit që kam marrë, është ba Agim Fago, me, nuk e di kush ka kënë tjetër, atë Tiranës, në rrët sportistat e viteve, është një e bukur shumë, një medalje. Është një medalje e periudhës e fundit. E fundit krejt ka kena ja. Me sportistët më të mirë në vite. Që me ka knaq, me thanë të drejten, që ja ka vlejt për mu, sa nuk di me thanë. Dhe të konsumojmë shumë shpet familjen sportive dhe artizanatin, sepse jemi kretë në limit. Për Vildan Tufin nuk kemi çfarë të themi, është vllai juaj, është një figurë e madhe, do të ndalemi mëngjesisht në një emision tjetër, por është kënaqësi që Vildan Tufi, vllai juaj dhe ju jeni motra. Kena kohë vetëm një gjë. Po. Vildani një faqe të madhe me meritat si trajner, si atlet, si një, e ka në shtëpi e vome, shumë bukur. Medalje sa dush. Nipi i Vilit, 6 vjeqa 7, vjen aty dhe gjejt ullun shumë të mërziton. Pa qa kema i halli, thamë ti? Djali i vajzës? Djali i vajzës. Djali Luan Hetës, Djali Luani, aty. Tha, shif sa shumë medalje ka, se kishte fillu medaljen atletik me Vilin, edhe Vili ja ushqete. Shif sa medalje ka gjyshi, tha, unë s'kam asnjë, ku kam një gjeton? Pa shka thuj gjyshit më shaka në një, edhe i thet Vili, qoqjes, shka i thet atë jashtë një kosh, janë da që kanë dhanë fillim, thet pa janë si të prishona, edhe ja pruni. Kjo e pau, po se kishin atë shkëlqimin e këtyne, as vendin ku ishin vu. Edhe i tha, unë nuk e du këtë gjyshke, nuk ashtë, i thamë, pa ta manar se ti nuk e ke fitu vetë këtë, ti kur qkash në kopsht, ose kur qkash në sport që të fillajsh, kemi marë ruje dhe kemi i vu kështu si gjyshe. Pra, qysh është dvegjër, Vili... Me sa kam informacion, ka ashtë i talent, vajzën e ka tjerë zakonshme. Vili thot e kja ka me ken... Shpresojmë të... Kja thot e ka me ken aja që ka më kujtu gjithmonë. Do t'i trajtojmë në një emision tjetër, për kalojmë tek familja juaj, sepse tradita e sportit u pasua në familjen tuaj, ku dy vajzët tuaja edhe pse kanë pasur pasion muzikën, me pianon, me violinën, njëra prej tyre Olsa ka luajtur volejboll. Ja, Olsa ka atletik, ka dalë vend parë Olsa. Një kam qenë atë rastësishëm, një ashtu si kam shkuën e ka marrë Vili, edhe ka fut në garë, ka dalë e para në 8 vjeç me pengesa, e kam edhe atë... Aktualisht, Olsa jeton në këtë qytet? Në Tiranë, pa. Në Tiranë, ndërkohë që Edlira, violonisja është në Gjermani. Ndërkohë, djali, Dritan Kruja, është padyshim me një karrierë të pasur, ka vënë kontribut në shumë sporte, edhe si sportist, si basketbollist, edhe i kam shtetë, por edhe si organizator, si trajner, edhe me tenisin. Edhe tesh me tenisin e me këta. Dhe është një figurë shumë planshë, dhe meriton respekt edhe Dritan Kruja, se është edhe një mik i joni, edhe një, më themi, një djalë i talentuar dhe me një respekt veçantë në qytetin e Shkodrës. Por, kalojmë tek Nipi, tek Marsi, djali i Dritanit, se personalisht kam pasur një simpati dhe kam simpati maksimale si basketbollist, por me vjen keq përse u dorëzua kaq shpejt. Pse u largua nga pasioni i basketbollit. Ishte me shumë perspektivë. Ashtu është.
E kam vëzhguar. Ju e keni pa vetë, edhe gjatësia kam komentuar gjatë ndeshjeve. Ka qenë një djalë model dhe është një djalë model. Aq më tepër se edhe si njohësi mirë gjuhëve të huaja, shpeshherë kontribonte në përkthimin e trajnerëve të huaj që ishin tek vllaznia. Por mbaj mend edhe një rast me të vërtetë qytetar që ka marrë vlerësime maksimale për një gjest të tij që ka gjetur një unazë dhe disa sende me vlerë në trotuarin përpara shtëpisë dhe i ka dorëzuar dhe janë lumturuar të Zotit që e kanë gjetur. Pra është një gjest që mori dhe mendjen mediatike. Ma shumë gjesti, me thënë të drejtë. Knasi për Marsin. Është djali i Dritanit, është nipi jem, është nipi i gjyshit vetë. Bukur. Është, jo se janë të mitë, po është nëtësi e madhe për prindin. Ka pasur kujt i ngjaj, kjo është ajo që duhet të. Pa ashtu krenohem edhe me 2 vajzat, gjithkush ka fëmijë të mirë, i kena rrit në periudhën më të vështirë, kur kanë kënë të gjitha tranzicionet. Me muzikë, me violinën, me pianon, pra duket e pasioni ju i dikurshëm si keni pasur. Nështë unë ma tepër olsa për pikturën e për këta, se për atë ka vazhdu. Por këna i ka burë i kanë kënë muzikanta, bile tash është një djali i nipit kë violinisti që thojnë Paganini i vogël, edhe aja është djalë hallet i Dritanit. Duket po pasurohet tradita. Atjen, në mjulli duhet të preki paksa edhe një pjesëtar të familjes tuaj, por dhe një mik timi, një koleg timi, një profesor timi, si që është Namik Mehmeti, i cili aktualisht jeton në Firenze, në Itali, me familjen e tij, të mrekullueshme. Kam rastin ta përshëndes së bashku me ju. Namiku, një gazetar profesionist prej vitësh, që është pjesë, është djali hallit juaj dhe nipi i familjes, por që ka pasur mundësi në hapësirat e tij mediatike të përshkruaj jo pak edhe karrierën sportive të familjes Tufi dhe të tjerëve. Pra, se ma thatë për para misionin që Namikun e kena si vlla. E keni si vlla. E përshëndesim edhe Reshatin. Bashkëshortin e tij Vildanin. Edhe Reshatin. Reshat Mehmeti, që është një figurë që ka kontribuar shumë në këtë qytet. Janë të shumta kujtimet, po shpresojmë të rikthehemi në një moment tjetër, kaq kemi mundësi për sonte. Bizeduam me llam. Kështu që mylla karrierën me një diplomen, me një medalje që ma ka kënaq shpirtin, sepse më kujtunen me vonesë, por aja kishte biografia ka kënë e zakonshme për shumë kënë. Mund të ketë të tjera medalje në vazhdimsi, nuk strukturat përkatëse, mund të ketë menduar për të tjera vlerësime ndaj jush, por e fundit krejt se kishim në mend ta trajtonim, por po e trajtojmë pjesërisht artizanati. Artizanati don orë të tyra për të ndalur, po janë kolegët tanë që ju kanë trajtuar dhe do t'ju trajtojnë. Por prej sa vitesh jeni angazhuar që kam qenë e vogël. Në zetari, mund themi? Nga zetari për këta. Në zetari si artizane e Shkodrës dhe disa nga suksesit tuaja kombëtare dhe ndërkombëtare që keni marrë pjesë në panajire të shumta. Në shumë panajire kam prezantuar gjithmonë Shkodrën. Gjithmonë Shkodrën. Ponimet kryesore që kanë qenë, sidomos këta të fundit kanë qenë lidhje me turizmin, sepse të parat kanë qenë ata të rujtona me kohë të trashëgimisë kulturore, që janë relike të jashtëzakonshme, që kanë çudit gjithkanë kur i kanë pa. Emisionet kanë qenë të shumta për këta produkte, sepse Shkodra është qytet që cilën do zeje ta përmendesh, do të kesh mjeshtra. Pavarësisht se si ka shku puna tash, pavarësisht, prap Shkodra gjallon, jeton, punon. Ju mbani një pozicion si tek shoqata e artizanëve? Pasi, edhe këtu të Shkodrës, edhe me nuklesin, edhe me shoqatën SHGPAZ, qendrën në Tiranë, edhe me dhomen e zejeve në Tiranë, me cilën kena bërë trajnime në marrë Europën juglinore,
komplet, prej fidhimit deri në fund sa shtete ka. Edhe me antare në Koblenc, dhomën e zejeve të Koblencit, që ka qendrën në Bullgari, edhe atje e na përshfaqësu jashtëzakonisht mirë, në të gjitha këta. Nuk ka ku shkon me bukur dhe me mirë që një sportiste talentuar, një atletë kampione dhe rekordmene, pastaj një basketbolliste e shuar e vllaznisë e kombëtare të Shqipërisë, një mësuese model edukimit fizik, e lauruar dhe e vlerësuar. E në Rume më kanë qu, mas këti emisioni që kam dhënë me këte para kur që këtë tjetëri. Dhe keni marrë vlerësime pozitive? Ka marrë shumë vlerësime, pa shumë nxënësa që kanë qu një mas një në një fotografi që kanë pas edhe temen, kur kena kënë në aktivitete në një fotografi, mësuese e dallume në shkollën dhe të korriku. Këto janë emisionet, pra, emisionet e historisë, si është edhe ky emision me këtë logo, me këtë sigil, histori sportive, që rreth Shkodra, po rikujton, po sjell në vëmendje figurat sportive që kanë dhënë shumë Shkodrës dhe njëra prej tyre është Artenca Tufi, pjesëtare e denjë e familjes Tufit, që edhe sot në këtë moshë, nuk po e themi moshën, por është ta themi apo jo? Po nuk ka problem, nuk e kam problem. 82 vite mbush në korrekt. Artenca Tufi që është si vajzë e re dhe sot, sikur ta nxjerrim në fushën e basketbollit, arrin të shënojë ato koshat si dikurshëm. Pra, sot është një amatore e sportit, por edhe një profesioniste dhe një drejtuese e shoqatës artizanatit. Artizanëve dhe pjesëmarrëse në sa evente kombëtare dhe ndërkombëtare. Kënaqësi e veçantë se ju kisha në këtë emision Artenca Tufi. Jam i bindur që shikuesit tanë të shumtë në Shkodër, Shqipëri dhe sidomos jashtë Shqipërisë se na ndjekin vazhdimisht kanë pasur rastin të informohen gjërësisht për karrierën tuaj sportive dhe për mua është kënaqësi. Edhe sot dhe herë tjetër do të përshëndes tifozat e mrekullueshëm që ka Shkodra. 10 vajza këtu, 12 atje, 8 atje, në shkallat e Spartakut, në shkallat e stadiumit, kur një herë nuk na thynen edhe nuk na thanë asë një fjalë. Kjo është kënaqësi edhe më e madhe. Por përkundërzi kanë ditë edhe me na mbrojt edhe me na dalë zot në raste të veçanta. I falenderoj të gjithë këto tifozat të mrekullueshëm. Këto djemë të ekipeve të futbollit, e të basketbollit, e të volejbollit, djemë të mrekullueshëm që s'kan ditë asnjëherë na shohin me një sy të shtrenjtë. Ka gjithë me pa. Atëherë për me këtë urim ka dashamirës se Artenca Tufi për tifozërinë shkodranit që me të drejtë e ka mbështetur në vite. Ne e mbyllim këtë emision kaq interesant që me të vërtetë ishte një prerje vërtet historike për karrierën sportive të kësaj figure sportive individuale, por edhe familjare të familjes Tufi. Nga unë Gaspar Marku dhe kolegët e mi të kultit e transmetimit, përgjithësi i transmetimit Nino Jakova dhe kolegu tjetër Florian Grodani, ju përshëndes dhe një herë në mbyllje falenderit Artenca që ishe me mua. I uroj gjithë trejave dhe trive ta ushtrojnë sportin me vullnet, me dëshirë dhe me forcë. Mesazhi përmbyllës ishte edhe më interesant, pra mesazhi për brezën e ri nga Artenca Tufi. Takohemi të premten e ardhshme në histori sportive me një personazh tjetër nga sportet e tjerë që Shkodra ka me shumë shumicë. Deri aty, mirupafshim.